Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s Feridun Sinirioglun dhe theksoi se Serbia mbetet vazhdimisht e përkushtuar ndaj një politike të përgjithshme dhe serioze të bazuar në respektimin e së drejtës ndërkombëtare, dialogut dhe paqërojtjes. Në një postim në Instagram, Vučić deklaroi se pati një bisedë të mirë dhe kuptim plot me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s rreth sfidave aktuale të sigurisë dhe politikës në rajon dhe Europë, si dhe rolin e OSB-s në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe besimit të ndërsjellë. Ndër temat ishin zbatimi i reformave, përmirësimi i procesit zgjedhor dhe forcimi i institucioneve demokratike, shkroi Vučić në Instagram. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić u takua gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s Feridun Sinirioglun dhe situata në Kosovë ishte ndër temat e takimit të tyre. Đurić theksoi veçanërisht rëndësinë e aktivitetit të misionit të OSB-s të Kosovë, duke theksuar rolin e saj e rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe promovimin e dialogut ndëretnik. U diskutua gjithashtu edhe dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës dhe ministri Đurić theksoi angazhimin e Serbisë ndaj dialogut, duke shprehur shpresën se së shpejti do të plotësohen kushtet për vazhdimin e bisedimeve në nivel më të lartë, si edhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, sipas deklaratës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë. Ekonomisti amerikan Jeffrey Sachs vlerësoi se Serbia nuk duhet të nxiton për t'u antasuar në Bashkimin Evropian, duke deklaruar se edhe Brukseli nuk tregon gatishmëri për antarësimin e saj të shpejtë dhe se Beogradi së bashku me vendet me pikpamje të ngjashme mund të kontribuojnë në largimin e Europës nga valja aktuale e rusofobisë dhe kthimit në idenë e sigurisë europiane gjithëpërfshirëse. Serbia ka absolutikisht të drejtë të ndjek politike të jashtme që ruan marrëdhëniet me Europën, Rusinë dhe Kinën, dhe në fund të fundit Bashkimi Evropian duhet të ruajë marrëdhëniet edhe me Rusinë dhe Kinën në vend që të shohë këto vende si armiq, tha Sachs në një intervistë për Politikën. Këshilli i Bashkimit Evropian emëroi sot përfaqësuesin e ri special të Bashkimit Evropian për Kosovën, diplomatin gjerman Dirk Schibelin, i cili, siç thuhet në njoftimin e Këshillit, Schibel do të marrë detyrën nga 1 shtatori me një mandat fillestar prej 2 vitesh, duke pasur parasysh Aiva Orav deri vonë drejtuesin e zyrës në Prishtinë. Mandati përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian synon promovimin e një Kosove të qëndrueshme, demokratike dhe shumë etnike, duke mbështetur perspektivën e saj europiane përmes komunikimit publik dhe aktiviteteve të synuara në terren, thuhet në deklaratë. Afati i parë i regjistrimit në fakultetet e Universitetit të Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovic kaloi me interes të madh nga studentët e vitit të parë dhe drejtuesit e institucioneve të arsimit të lartë, vlerësojnë se rezultatet janë inkurajuese pavarësisht rrethonave sfiduese sociopolitike. Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Teknike, Fakulteti i Mësuesisë në Prizren me seli të përkohshme në Leposavić, si dhe Akademia e Studimeve Profesionale të Kosovës dhe Metohis po shënojnë një përgjigje të mirë nga kandidatët, ndërsa të diplomuarit do të kenë mundësi të regjistrohen në vendet e mbetura në shtator. Universiteti pret që periudha e dytë e regjistrimit do të rrisë më tej numrin e studentëve të vitit të parë dhe do të plotësojë vendet e mbetura buxhetore dhe ato të vetë financuara në programet studimore. Avokati Predrag Arsic, i cili përfaqëson disa të akuzuar serb në Kosovë, deklaroi me rastin e raportit të OSB-s se aktakuzat për krime lufte në Kosovë kanë një kuptim krejtësisht të ndryshëm dhe ngjarjet me të njëra tjetrën, dhe se problemet e procedurave penale që lidhen me krimet e luftës nuk janë as të vogla dhe as të lehta për të zgjidhur, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Arsic theksoi se raporti OSB-s flet për zhvillime të caktuara, por se përveç mangësive të vetë procedurave penale nga aktakuzat e paplota përmes dëshmitarëve të rrem deri te provat e falsifikuara mbi bazën e të cilave bazohen vetë vendimet më vonë, nuk mund të thuhet se ka pasur ndonjë përparim për të mirë në këto procedura.
Moti të martën në Serbi do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë me erë të lehtë veri perëndimore. Në fund të ditës dhe në mbrëmje në veri të vendit pritet vrazësira kalimtare por pa rreshje. Temperatura më e ulët e ditës do të sillet nga 13 deri në 19, kurse ajo më e larta ditore nga 30 deri në 33 gradë Celsius.